Edhe Kim Mehmeti ka thonë, Vjosa Osmani, këni Kim Mehmeti që aty thot, Vjosa Osmani ka bon një atentat politik kundër Albin Kurtit. Po, e kom të gju kështu në Facebook e kom ledzu. Po, Facebook edhe unë e kam ledzu, edhe hapta këto, do me thonë. Po, ti edhe djallin e me e kinë listën Gudzë, pasali? Po, listën Gudzë, hala unë e kam thonë që kur jo që asonë, që e kam thonë që konë Albinit. Në një farë formë ja ke falë djallin? Ja kom falë pasha zote, ja kom falë djallin, më thotë që vjo, po në momentet vendimtare, kur preken interesi Kosovës, unë nuk e ngjarë djallin tem, por nuk e kom pasu në asë një qëllim, edhe sikur ku me ditë qka të unë, nuk më pasë qëllim për me bon, të pushkatoj. Para me nojë që ka folë, një president e venit, një nonë, një familje, një njeri që e ka bështetë mas shumë ti. Unë e di që, të më thonë, prej emisionit tem e ke bështetë edhe ke thonë, kjo qika e ko mirë, pëna për ko mirë. Po, pikrisht kam thonë, kjo në konë një binom. Pëna prezentat mirë para butës. Për mendimin tim, gjithmonë e kam thonë, kjo konë një binom, i shkelqyshëm, kurti me Vjosën. Kjo e ka paraqit në arenën ndërkombëtare Kosovën ma mirë se tonë, dhe thyrjet e ty në kujdion në shpe. Qa i kum ditun që kanë bëhë këta. Deje kom pa kur ka plas bomba. E këto video që e kanë qitë basa? Unë e këpiktojnë e kom bëhë të ratin që e ka bëhë kjo video, nuk e kom thonë unë, po e ka thonë Baton Haxhiu. Thot, para gazetarë, thot Baton Haxhiu, takimin në New York, ja ku më aranxhu unë. Bile veta jo, a do mi ditë kush e ka aranxhu, dhe Baton Haxhiu thot unë, regjë. Cilin takim që? New York, duke 2024 shtatora, me Grenellën edhe me Gjuricin? Me Grenellën me Gjuricin. Gjo që unë, kur e kum pa, nuk kum pas dëshirë që kjo tjetë prej e tyne. Edhe sëllë ja thamë, s'kum dash me kom prej e Gjuricin, e Dirames, edhe e kësaj ekipe. Se kjo është ajo ekipa që e ka pru Kosovën bush përbërjes, ti munësh me thonë, me livdu sa dush, po këta dë, këpi në, bashkë me Albinin, e kanë pru Kosovën për mi kontrolu cep edhe me ruhe teritorin e saj, dhe kushtetshmërinë dhe sovranitetin e saj. Dhe tash, unë e kam thonë një kontest. Ndrysh, këta qohet presidentja qatë, unë e kështu Halil Geci ka thonë më pushkatu, unë po tut në qaj, qysh flat me pushkatu. Unë jam që kjo Halil Geci, familje ime, që ka mbrojt kushtetutën e Kaçanikut, edhe kom pas shumë pasoja. Tu e mbrojt atë kushtetutë Kaçanikut, që e kanë bon një institucionet tonet, po. Tash, po kom njëjt atë pasoja që po punona, mi mbrojt një kushtetutën e Sodit, ku 2 jurist mirë si Baraliu, thot, është gut presidentja, me këte ka bon një puq politik. Një grusht. Jo një puq, po një grusht. Grusht politik. Unë ja kam thonë që ka thonë Baraliu, që kam thonë jurist, unë që jam jurist. Dhe ja kam thonë, po si kur të kishë fuel në Kore, e këshin përshka, ose në Turqi, ose dikun. Dhe absolut ju, tjera të cene, absolut. Momenti kër i kom pa, që janë ndaj, jam kundështar total dhe sa dijet, se kush është kjo, kush është të fajtori, unë jam kundështar që kam pa me sy. E pse po bojnë thirrje për arrestim të Basës Lil, tonën? Që e poshtë lajme dikun nëse zgaboj në Kua Vizion, nëse zgaboj? Jo, për që të fjallën që e kam thonë, po të tishte shkelin e kushtetutës të banë të... E që është tash prokuroria speciale po dhënë që ka një setimet? Unë nuk e kom një, që kom pove, që të ndëgjova, më thanë në telefon... Zanila ina shtetë demokratiko burat njërë. A i pove lojmen këtëve, prokuroria speciale, ju në që tonë me një këty me shti në burg për 10 vjetë, se i ke thonë presidentës për të vrahë. O, zatë ruje këtë popull për këti mileti. Unë ma s'ke që uro prej e kësaj. Ma ke që më ka arë që uro, kjo prej e kësaj edhe Haxhef Dyli. E një me jena të Haxhef Dyli kishton që është foto me Aide, me kësë është foto për zërë. Kjo një turpi madhë. Kështë, ditë qa ka folë braj. Une me Haxhef Dylin kam folë mirë para një 4 vjetë. Edhe në zyrin e ti, pa e më vrete, unë këto fjallë nuk i vlatë, se s'jam Haxhef Dylin. Në ordinancën e ti në Prizren, janë zyre, por në ordinancë. E që me thonë, a dikë sa ka dashaj me thonë, mi a bon
një argument presidentes edhe me abon një argument prokurorisë që hedhon për tut nëse ne ta më dohet mu. Ja ka dhonë Dorësha i për shkak që soja, me ndonte që ka unë? Jo bre, nuk është, po 6-7 ditë, 15 ditë